Kumbulla, fruti ideal që shëron këto sëmundje, ja si ta konsumoni. Ngrënia e rregullt e kumullave rrit të ndjeshëm dëndësinë minerale të kockave. Në një studim u paraqit edhe roli i ngrënies së kumullave në shëndetin e kockave të gratë. Gratë që morën pjesë në studim u ndanë në dy kategori. Në kategorinë e parë morën pjesë gratë që konsumonin kumulla rregullisht, në të dytën morën pjesë gratë që konsumonin mollë rregullisht, dhe të dyja grupet marrin gjithashtu kalcium dhe vitaminën D. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cili është roli i kumullave në shëndetin e kockave? Studiuesit u shprehen se kumullat kanë aftësinë të pengojnë frakturat dhe dobësimin e kockave. Ato rekomandohen edhe ngrënia e 2 deri në 3 kumullave në ditë, një sasi që duhet të rritet më vonë 6 deri në 10 kumulla në ditë. Sipas studimeve, kumullat e njoma, por edhe ato të thata janë të sigurta për konsum për të gjitha grup moshat. Kumullat kanë efekte të jashtëzakonshme për të ushqyer dhe mirëmbajtur kockat. Kumullat kanë efekte laksative dhe pastruese për të gjithë sistemin tretës. Ato janë plotësisht të rekomanduara kundër konstipacionit. Një racion me kumulla ofron 2,5 gram proteinë dhe plotëson 13% të kërkesave tuaja ditore për hekur. Ky mineral është i domosdoshëm kundër anemisë edhe për qarkullimin e dur të gjakut. Por le të kthehemi te shëndeti i kockave dhe roli i kumullave të thata. Një sasi prej 3 deri në 4 kumulla ofron 290 mg kalium. Kaliumi njihet si një gardian i fshehur i kockave. Ky mineral është i një rëndësie të madhe sepse neutralizon acidet të dëmshme që shterojnë dëndësinë e kockave. Këto acide i gërryejnë në kockat më shpejt dhe kaliumi shërben për t'i penguar ato. Për më tepër, kaliumi shërben për të ruajtur sasinë e kalciumit në trup dhe pengon nxjerrjen e tij nëpërmjet urinës. Por si të mirëmbani shëndetin e kockave? Kumullat janë një ushqim i nevojshëm i lëndëve për shëndetin e kockave. Megjithatë, ky i fundit mund të mirëmbahet edhe nëpërmjet përdorimit të produkteve të ndryshme. Konsumoni çdo ditë fruta dhe perime të larmishme. Mos i neglizhoni arrorët dhe legumet, të cilat kanë të njëjtit ushqyes të rëndësishëm për kockat si kumullat. Sigurohuni të merrni më shumë proteinë dhe suplemente të vitaminës D. Kryeni aktivitete fizike rregullisht si ecja, vrapja ose tenisi. Peshngritja i një intensiteti minimal është gjithashtu e rëndësishme. Sigurohuni të përfshini këto produkte vazhdimisht në dietën tuaj për të ndikuar edhe në rritjen e performancës së trupit. Kumullat njihen si multivitamina natyrale, edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni ato më tepër. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup për shkak se ato janë një burim shumë i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0,6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium, element këto mjaft të rëndësishëm edhe në ushqyerjen tuaj të rregullt. Ja disa nga përfitimet që do të merrni nga konsumi i kumullave në dietën tuaj sipas DL-saj. Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Kumullat kanë indeks të ulët glicemik, që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në trup dhe të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kumullat ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të kujtesës. Nëse konsumoni disa kumulla në ditë, do të ndihmoni organizmin tuaj për të liruar veten nga efekte negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës. Kumullat janë plot me antioksidant që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore të Universitetit të Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumullat mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Kumullat përmirësojnë mbrojtjen e sistemit tretës. Kumullat lehtësojnë kapslëkun, ndihmojnë në problemin e tretjeve të ushqimit. Janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histanin.
Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumullat gjatë gjithë vitit është t'i zhyesni ato në ujë të zjerë, t'i lini të ftohen pak dhe më pas t'i ngrini. Kumullat forcojnë kockat. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj dy grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumullat të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumonin suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumullat të thata kishte një dëndësim më të lartë të kockave në shpinë dhe në para krah. Kumullat gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë në kumullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Kumullat ndihmojnë në mbrojtjen kundër radikaleve të lira dhe dëmtimit të qelizave. Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në saj të antioqianineve, pigmenti i kuq në blod që gjendet te kumullat. Kumullat janë të ulta në kalori. Kumullat e vogla përmbajnë vetëm 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj. Kumullat shkatrojnë qelizat e dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumullës mund të largojnë qelizat agresive të gjirit dhe gjithashtu të përmirësojnë shëndetin tuaj. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në rritjen e vlerave të organizmit. Kumullat njihen si një multivitaminë natyrale shumë e rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj. Duke shtuar edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin, do të jenë një aleat i çmuar në mbrojtje të shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve. Ndoshta do të filloni të konsumoni kumulla vazhdimisht në dietën tuaj, pasi të mësoni përfitimet që ato bartin në organizëm. Përveç se ato janë të ulta në yndyrna dhe kalori, një përqindje e mirë ushqyese do t'i vijë shëndetit tuaj nga konsumi i këtij fruti. Përveç kësaj, ato janë të pasura gjithashtu me vitaminën A, me vitaminën C, me vitaminën E, kalcium, magnez dhe kalium. Shumë prej elementeve ushqyes të kumullave do të bëjnë një faktor ndikues pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse hani të paktën 5 kumulla në ditë, do të ndihmoni trupin tuaj të heqë qafe, radikale të lira negative për shëndetin. Kumullat janë një zgjidhje produktive shumë e mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Një kumull e freskët përmban mesatarisht 113 mg kalium. Ky mineral do të ndihmojë në kontrollin e presionit të lartë të gjakut dhe gjithashtu edhe në reduktimin e rrezikut të goditjeve në trup. Do të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm me shtimin e këtij fruti në dietën tuaj. Kumullat e thata janë një mënyrë e shkëlqyer për të përshpejtuar tretjen. Një mënyrë për t'i ngrënë gjatë gjithë vitit është të t'i njohni kumullat e thata në ujë të sapo vluar. Gjithashtu edhe do të keni një mbrojtje më të mirë. Kumullat janë efektive edhe në shëndetin tuaj të kockave. Studiuesit nga Universiteti i Floridas dhe Oklahomas testuan dy grupe të grash në predispozitën për të vuajtur nga problemet e nyjeve. Grupi që mori suplementet e kumullave në kombinim me kalciumin dhe vitaminën D pati rezultate më të mira në forcën e tyre. Kumullat janë një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Ato mund t'i kombinoni dhe t'i konsumoni në forma të ndryshme. Gjithçka ka të bëjë edhe me ekuilibrin ushqyes që ato ofrojnë. Kështu, edhe lëngu i tyre do t'jap rezultate fantastike në përmirësimin e antioksidantëve të trupit. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese për shëndetin. Kështu, konsumi i këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një alternativë e çmuar për të shtuar sigurisht edhe në dietën tuaj të rregullt të ushqimit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.